Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Kryeministri në detyrë, një herësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ka deklaruar se po presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve për të nisur procesin e formimit të institucioneve të reja. Kurti theksoi se procesi i numërimit të votave ka përfunduar, duke falenderuar qytetarët për besimin e dhënë. Tash është koha që të sillemi në përputhje me vullnetin qytetar të shprehur në zgjedhje dhe rezultatin që ky proces ka prodhuar. Nga viti i kaluar kemi humbur shumë kohë dhe është jetike që sa më parë të kemi kuvend të konstituuar, qeveri të re me mandat të plotë dhe president apo presidente të zgjedhur. Tash presim certifikimin e zgjedhjeve në mënyrë që të nisim punën në drejtim të formimit të institucioneve të reja. Ndërsa në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka filluar zbatimi i vendimit të KQZ-s për rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta nga të gjitha komunat e Kosovës, që përbëjnë 7.41% të totalit prej rreth 2500 vendvotimesh. Për procesin ka folur zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Me zbatimin e vendimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ka të bëjë me rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta nga 2498 në të cilat është zhvilluar procesi i votimit më 7 qershor. Vendvotimet të cilat pra do të rinumërohen, fletvotimet e tyre në fakt janë rinumëruar apo janë numëruar në qendrat komunale të numërimit gjatë javës së kaluar. Pra qëllimi i këtij rinumërimi për të cilin ka vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka të bëjë me verifikimin e gjendjes në këto kuti votimi dhe për të parë nëse procesi i numërimit të fletvotimeve të tyre është zhvilluar me saktësi, si dhe vullneti i qytetarëve është evidentuar ashtu siç është në fletët e votimit. Pra, deri më tani kur po flasim, rreth 50 kuti votimi janë rinumëruar dhe besojmë që brenda 2 ditësh do të përfundohet i gjithë ky proces. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka deklaruar se dhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë ka qenë një nga krimet më të rënda që për shumë vite është mbajtur në heshtje, duke theksuar nevojën për drejtësi dhe trajtim institucional të viktimave. Në një konferencë për ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt, Haxhiu tha se shumë krimet e luftës ende kërkojnë adresim të plotë, ndërsa theksoi rëndësinë e ndëshkimit të përgjegjësve dhe forcimit të institucioneve të drejtësisë. Ajo shtoi se shteti duhet të vazhdojë të ofrojë mbështetje dhe njohje për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Vazhdojmë tutje me informacione tjera të ditës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se Kosova mbetet partneri i rëndësishëm i aleancës dhe se forca paqëruese e KFOR-it do të vazhdojë të ketë prani të konsiderueshme në vend në varësi të situatës së sigurisë. Ai tha se aktualisht në Kosovë janë rreth 4700 trupa të KFOR-it, ndërsa sipas vlerësimeve numri mund të stabilizohet në 3000 deri në 3500 trupa. Rutte theksoi se situata e sigurisë është përmirësuar, por KFOR-i do të vazhdojë misionin ti si pas mandatit. Në përgjithësi, ministrat e mbrojtjes të NATO-s po diskutojnë rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes deri në 5% e bruto prodhimit të brendshëm dhe forcimin e kapaciteteve ushtarake, si dhe vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën, e cila mbetet prioritet strategjik i aleancës. Ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump dhe ai iranian Mossad Pezeshkiani kanë nënshkruar një marrëveshje fillestare për t'i dhënë fund luftës SBA-Iran. Memorandumi i mirëkuptimit synon të zgjerojë anëpushtimin dhe të rrisë qarkullimin e trafikut përmes ngushticës së Hormuzit. Si pjesë e memorandumit me 14 pikat, dyja palët zëtohen për bisedime të mëtejshme për të arritur një marrëveshje përfundimtare gjatë 60 ditëve të ardhshme, e zgjatshme me pëlqim të ndërsjellë, thuhet në marrëveshje. Marrëveshja përfshin gjithashtu rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një plan prej $300 miliardë për rindërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit nga SBA-t. Por sipas mediave, pyetjet kryesore rreth programit bërthamor të Iranit po lihen për në fazën tjetër të negociatave. Trump, i cili e ka paralajmëruar Iranin të përmbahet kushteve të marrëveshjes,
u filmua duke nënshkruar një kopje të printuar të mërkurën në një darkë të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Një ceremoni zyrtare në shkrimi me përfaqësues të SBA-s dhe Iranit ishte planifikuar të zhvillohej në Zvicër të premten, por nuk është e qartë nëse kjo do të ndodhë ende. Paragrafi i parë i marrëveshjes SBA-Iran thotë se SBA dhe aleatët do të deklarojnë një ndërprerje të menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. Kjo ka qenë një pikë ngërçi gjatë gjithë konfliktit me Hezbollahun dhe Izraelin, që akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të premtimeve të armpushimit. Mediat libaneze po raportojnë sulme ajrore izraelite në vend, pavarësisht memorandumit që i përjashton ato. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagei, tha më parë në Telegram se nëse Izraeli vazhdon të sulmojë Libanin, kjo do të konsiderohet shkelje e marrëveshjes. Sipas televizionit shtetëror iranian, ai tha gjithashtu se prania e vazhdueshme e ushtrisë izraelite në Liban do të ishte një shkelje e marrëveshjes për t'i dhënë fund luftës. Qeveria izraelite ende nuk është përgjigjur publikisht në shkrimin të marrëveshjes SBA-Iran. Libani u përfshi në luftë më 2 mars kur Hezbollahu lëshoi raketa në Izrael, duke thënë se kjo ishte në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e udhëheqësit suprem të Iranit. E në zhvillime tjera, çmimet e naftës kanë vazhduar të bien këtë mëngjes pas nënshkrimit të marrëveshjes. Përveç një rritjeje të shkurtër të mërkurën, nafta ka rënë që kur u bë ditur në fundjavë se të dy vendet kishin rënë dakord për një marrëveshje kornizë për t'i dhënë fund luftës dhe për të rihapur rrugën kryesore të transportit detar të ngushticës së Hormuzit. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. Kryetari i Prishtinës përparim Rama ka njoftuar se ka nisur faza finale e punimeve në rrugën A përkatësisht asfaltimi i saj. Rama tha se projekti ishte bllokuar 3 herë nga qeveria përmes procedurave gjyqësore. Por sipas tij, Komuna e Prishtinës i ka fituar të gjitha rastet. Ai theksoi se punimet tashmë po përmbyllen dhe se realizimi i projektit nuk do të ndalet. Nga shëndetësia, në klinikën e ginekologjisë janë realizuar mbi 4.000 lindje gjatë periudhës janar deri me 15 qershor të këtij viti. Në njoftimin e QKUK-s thuhet se kjo qendër vazhdon të mbetet një nga institucionet kyçe të kujdesit shëndetësor për nënat dhe të porsalindurit në vend. Nga QKUK-ja vlerësohet se këto rezultate janë dëshmi angazhimit të vazhdueshëm të stafit profesional i përbërë nga mjek, specialist, infermier dhe mami, të cilët ofrojnë kujdes të specializuar për nënat dhe foshnjat. Shëndeti i gruas dhe të i porsalindurve mbetet prioritet i rëndësishëm i sistemit shëndetësor, pasi investimi në këtë fushë është investimi drejt për drejt në mirëqenien e familjes dhe në të ardhmen e shoqërisë sonë, thuhet në njoftim. Përfaqësues institucional, autor dhe botues bën thirrje për mbështetje më të madhe të librit dhe promovimit të leximit. Në hapjet e edicionit të 26 të panairit të librit në Prishtinë, i cili po vazhdon aktivitetet me pjesëmarrjen e mbi 60 botuesve shqiptar dhe mijëra vizitorëve. Me moton Libri hap botën, panairi do të qëndrojë i hapur deri me 21 qershor dhe pritet të vizitohet nga rreth 30.000 persona.